Ju përshëndesim zonja dhe zotrin, njoftojmë të na ndiqni. Ne kemi transmetuar edhe më herët protestën në Vlorë, një protestë thirrur nga rrjetet sociale, të paktën deri tani ky është komunikimi zyrtar që kanë patur qytetar aktivistë që janë bërë pjesë e protestës, natyrisht me pjesëmarrjen e banorëve në Zvërnec, një protestë që është shoqëruar me tensione, përplasje, ndërsa në rrjetet sociale kanë qarkulluar edhe pamje shumë të rënda pra persona pa uniform që kanë tërhequr zvarr, aktivistë që kanë depërtuar brenda gardhit në zonën që pretendohet jetë mbrojtur dhe e thurur me mur. Një protest ishte i pranishëm edhe avokati Altin Goxhaj, të cilin e kemi transmetuar live edhe pak më parë, e kemi në lidhje të drejt për drejt nga Vlora, avokatin Altin Goxhaj, për të na bërë me dije çfarë ka ndodhur, pse protestohet e tjerë. Goxhaj, përshëndetje. Përshëndetje. Dua të falenderoj në mënyrë të veçantë në emër të gjithë aktivistëve Fox Newsin, që ishte i vetë një televizion sot që pati kurajon dhe guximin të paraqiste betejën e parë që po bëhet për shtirimin e Shqipërisë nga kolonizimi i saj. Dhe ju falenderoj nga zemra në gjithë e aty aktivistëve që ndiheshin të braktisur nga mediat e Shqipërisë. Faksi ka qenë i vetmi që jepte lajme si televizion nga vendngjarja. Goxhaj, ne ju ndoqëm dhe ju transmetuam me shumë interes. Ishte një protest spontane e thirrur nëpërmjet rrjeteve sociale, deri tani dim në mbrojtje të Bregdetit dhe për të kundërshtuar ndërhyrjet në zonat e mbrojtura. Si u vut në dieni të kësaj proteste, se pash që kishte edhe mos rakordim të orareve apo adresave, pra kishte një lloj konfuzioni me çfarë arritëm të kuptonim? Që në mëngjes e kuptuam që ishim të totalisht nga një shpërndarje e çuditshme që jepeshin dy vende takimi, në dy orare të ndryshme. Ne valim ke orari më i parë që t'i kapim të dyja orare dhe paraqitëm në shesh ku gjetëm këtu qytetarë që dhe ata ishin të çorientuar dhe nuk dinin çfarë të bënin. Dhe Klajdi Bello mori fjalën i pari për të organizuar të gjithë qytetarët që ishin mbledhur ke sheshi Flamurit dhe bajti një fjalim motivues edhe profesor Sazanguri dhe i thirrën të gjithë që të shkojmë drejt Zvërnecit dhe u nisëm me një karvan të gjatë me makina ku atje gjetëm shumë qytetarë që po përplasin me policisë dhe sapo kishte ndodhur një ngjarje shumë e rëndë që kjo vend për të dëgjuar çdo veç shqiptari për të kuptuar atë që ka ndodhur. Njerëz të cilët ishin me uniforma të zeza në format ushtarak, para ushtarak. Njerëz të cilët kishin mungesë totale shenjash dalluese, por ishin me maska, me veshje të zezë, rrëmbenin njerëz në sy të policisë, i tërhiqnin zvarr në tokë dhe i zhduknin mbrapa disa si thosh objekteve dhe nuk merresh veç notë me ta. Këto pamje ne kemi parë në Palestinë, ne këto kemi parë në Gaza, si dhe tyre kemi parë në Gaza. Këta duket që ishin të trajnuar dhe kishin një pamje kështu, si thosh, krejtësisht nga ato të trajnuarit e Mossadit apo të forcave të Izraelit. Dhe mënyra se si silleshin, ajo ishte krejtësisht një pamje që mua më dha totalisht paraqitjen që nuk kemi të bëjmë me një resort, nuk kemi të bëjmë me pelikanin Kaçurret dhe mas buvin Kaçurret. Kemi të bërë me koloninë e parë që po ndërtohet në Shqipëri. Pikërisht që ata nuk kanë një leje ndërtimi, nuk kanë një leje zhvillimi, nuk kanë një leje midi, nuk kanë asgjë, sepse ata nuk e din ende se çfarë do të ndërtojnë aty, sepse po përpresin përfundimet e luftës së Izraelit me Iranin që të dinë se çfarë do ndërtojnë aty. Pra, ne kemi të bëjmë me një koloni, nuk kemi të bëjmë as me Ivanka, as me Zharet, me Arab që do bëjnë godinat turistike. Kemi të bëjmë me koloninë e parë në Shqipëri. Dhe fakti që aty s'ka leje midisore, s'ka leje zhvillimi dhe makina të rënda kanë ndërhyrë, kanë prerë. Kjo është si thosh ndërtim pa leje. Problemi ku qëndronte sot? Unë do ju habis me këtë që do ju them. Kur unë përfundova spital me profesor Sazangur dhe me Klajdi Bellon, ne konstatuam që para nesh kishin qenë një tufë e madhe policës që digjnin syt. Pra këto maskarej që ndodhishin mbrapa hekurave, këto njerëz që dukeshin të trajnuar nga forcat e Izraelit, këto ishin me ditë as për policë, as për ne, as për policë privat, as për policë të shtetit shqiptar. Këta kishin djegur syt dhe kishin hedhur gaz delmues
të gjithë njerëzve që kishin gjetur policë çfarë gjën, se nuk ja u ndjen. Ta nuk ishin shqiptar. Ta janë njerëz të rrezikshëm që po instalohen në Shqipëri si banda, të cilët do të ndërtojnë kolonitë e para të Izraelit në Shqipëri. Kjo është përfundimi që unë kam arritur sot. Dhe kur ne ishim atje, pam profesor Saklangurin, i cili mori një shishe plastike dhe e përdori si dores për të hequr disa tela me gjëmba që unë duhet të asjaroj gjithë shqiptarëve që ishin. Këto nuk janë tela me gjëmba që mund vendosin në ndërtime civile. Këto tela me gjëmba ndalohen me konventa ndërkombëtare. Ky lloj teli me gjëmba përdoret vetëm në raste lufte, për shkak të luftës, në raport me armikun, sepse janë tela vrasës. Dhe ata kishin rrethuar me këto lloj telash njësoj si pamjet e Gazës. Dhe sjellja e njerëzve brenda rrethimit ndryshon totalisht nga sjellja e policisë jashtë rrethimit. Policët e shkretë jashtë rrethimit ishin viktima dhe ata. Ishin viktima, po e them me sinqeritet. Kanë mbushur spitalet policët sot në Vlorë. Ky është një lajm unik që e keni prej meje, që e konstatova nga mjekët dhe infermierët në spital. Më tha dhe farmacistët kur dolën. Policët të tërë që ju diqnin syt jo nga ne, por nga ata që ishin brenda, e kuptoni se çfarë po flasim. Po flasim për një realitet të ri politik në Shqipëri që nuk është më politik. Ne tashmë nuk jemi në çështje politike dhe zgjidhje politike. Ne aty sot pam rreth 30 forca paramilitare, të cilat do të shërbejnë në të ardhmen e Shqipërisë si grupet paramilitare të pushtimit që do i bëhet Shqipërisë nga kolonizimi i saj, siç po planifikohet nga Edi Rama. Policët ishin krejtësisht viktima sot. Dhe vetë publiku që komunikonte me policët dhe policët që komunikonte me publikun e jepnin të qartë. Madje policët ndihmuan edhe me thirr ambulancat nga viktimat atyre që ishin brenda, që godisnin njerëzit, që ishin kaq të dhunshëm dhe ishin njerëz të fuqishëm, me muskle nga atë filmave që kemi parë ne. Dukesh i qartë nga mënyra si morën zvarr një person, që këto janë forca të trajnuara, për të trajtuar njerëzit si qenie jo njerëzore. Skena që kemi parë sot i ngjante ministrit Ben-Gvir në Izrael, nga mënyra se si keq trajtonin antarët e flotiljes, dhe koncepti i mënyrës si ata vepronin nga njerëzve, mënyra si përdorin gazin dhe si i merrnin zvarr, janë skena që ne kemi parë, ke mënyra si Ben-Gvir me ushtarët e vet keq trajtonte 400 ca marinarët e flotiljes që shkonte për të çuar ndihmë nga Gaza. Avokat. Ishte i madh. Po. Avokat, të lutem se un kam bindjen që shumë qytetarë ende nuk e dinë si është e vërteta aty. Ju me profesion natyrisht jeni njeriu i shkresave, i dokumenteve. Nga njëra anë, jo më larg se sa dje, kemi parë kryeministrin Rama të hedh poshtë pretendimet për faljen e pronave në jug të vendit, duke theksuar se Zvërneci është pronë private. Nga ana tjetër kemi banorët, qytetarët që pretendojnë se kanë 35 vite që ju zvaritet procesi i marrjes së certifikatave të pronësisë. Ndërkohë nuk bëhen publike as dokumentet e pronësisë, nuk dihet as për çfarë projekti bëhet fjalë, kush ndërton atë zonë, çfarë. Pra, nëse mund të bëjmë një përmbledhje me informacionet që natyrisht ju mund të keni. Unë do ju tregoj sot me fakte dhe me prova që drejtoresha e Agjencisë Shtetërore të Mjedisit deklaroi tekstualisht. Nuk ka leje ndërtimi, nuk ka leje zhvillimi, nuk ka asnjë leje. Që do të thotë me fjalë tjera, pse nuk ka leje? Dhe pse ndryhyn kamionet në atë zonë, dhe pse rrethohet si një kamp i Gazës? Arsyeja shumë e thjeshtë. Sepse ne nuk kemi të bëjmë me një projekt që ata e dinë se çfarë do bëjmë. Projekti që u diskutua 2 vjet më parë me Jared Kushner dhe Ivanka Trump ka rënë në momentin që në Beograd ra projekti Kazinos. Pasi kompleksi ishte i përbashkët, Zvërnec, Sazan, Beograd, përcaktonte një triangëll ku ishte Shqipëria rezidenca, kurse vendi ku do harxhoshin parat Kazinoja Beogradit. Kur u ngritën qytetarët e Beogradit në protesta kundër kthimit të një zone të tyre historike, ushtarake, në Kazinon, në vendin e bombardimit, ky projekt ra dhe Shqipëri, ra dhe Beograd. Dhe ky është një projekt i ri që nuk ka të bëjë fare me projektin që kemi folur dikur. Dhe këtë projekt nuk e di askush. Pse nuk e di askush? Sepse ende nuk është vendosur çfarë kolonie do ngrihet në Zvërnec dhe në Sazan. Bëhet fjalë për një koloni që do të ndërtohet në këtë zonë dhe kjo do të vendosë se çfarë leje ndërtimi do kërkohet për të marrë. Pra pasi bëhet projekti, po projekti do bëhet pasi të mbaroj lufta me Iranin. Më kuptoni logjikën. Pra bëhet fjalë se çfarë këta do të kenë nevoja për të sjell kolonët e tyre në Shqipëri. Dhe në ishun e Sazanit do të ndërtohet një bazë meteorologjike, quajnë ata,
nga këto të sistemit harp, që siç e morën vesh në Iran, kur u bombarduan gjitha bazat për rreth Iranit, filloi bjeri shi në Iran, se kishte 3 vjet që s'binte shi, sepse di sistemi harp atë punë. Dhe ne nuk e dim se çfarë baze ushtarake, logjistike, meteorologjike do ndërtoi Izraeli në Sazan, atë di vetëm Edi Rama dhe ata. Dhe situata është që këtu nuk është çështje e pelikanit kaçorret apo e bubit kaçorret. Këtu bëhet fjalë për koloninë e parë në Shqipëri. Dhe arsyeja pse ato kishin si forca paramilitare, që të kesh trajton dhe të merrnin peng në sy të policisë njerëz, dhe të mos mante përgjegjësi rrëmbyesi për pengun që merrte, kjo është një situatë unike. Në sy të policisë merren peng njerëz dhe policët plagosen nga ata njerëz tjerë, dhe policët rrinë të tredhur dhe nuk reagojnë. Më fani pak se jam në një ambient papërshtatshëm. Po thoja që në këtë sistem ku ne ndodhemi, po mësojmë që telat me gjëmba që profesor Sazani çau duart sot për t'i tërhequr, pikërisht dhe Kreatit Beun e goditën në kokë. Dhe shumë të tjerë e goditën sot, dhe shumë të tjerë se i mbush spitali sot, ka të bëjë me sjelljen e re politike në Shqipëri, që nuk ka të bëjë më me çështje ndërtimesh, pronarësh. Ajo pronë për miliona metra katror nuk mund të merret nga asnjë pronar, sepse ne kemi Shqipërinë që e dim që në Vlorë nuk kanë drejtor kadastre dhe mbyllën kadastrën. Kanë 4 vjet që nuk saktojnë dot një drejtor kadastre, sepse e vrasin drejtorin e kadastrës, sepse kemi të bëjmë me veprime mafioze në pronat e Vlorës. Kjo është një pronë mafie. Kjo nuk është një pronë pronarësh të lishëm. Dhe kjo mafia është mafia shtetërore, është Edi Rama. Dhe këtu kemi të bëjmë me koloninë e parë në Shqipëri. Pra çdo shqiptar duhet të sqarohet. Kush ka marrë në Shqipëri miliona metra katror në Bregdet? A i mbani më një gjykatës që e vran me bombë para 10 vjetësh, 15 vjetësh? A e keni parasysh një gjykatës që u vran me bombë? Bësh fjalë për shumë hektar tokë që bësh fjalë në këtë zonë. Kemi të bëjmë me veprime tipike kriminale, mafioze, që implikojnë për drejt kryeministin e këtij vendi dhe totalisht opozitën tonë të ndyrë, e cila sot e kishte shitur edhe një herë tjetër Shqipërinë në duar këtij sistemi ndërkombëtar që pushton Shqipërinë, sepse ata janë shërbëtorë dhe shabat gojim të tyre. Sot na ka bërë një dhuratë jashtëzakonshme Çimpeka duke na sulmuar, sepse tregoi të vërtetën se kjo klasë politike është klasa e shabat gojimve, e servilëve, e lëpirësve, të armikut që po konkurrojnë jo për të fituar zgjedhjet, për të drejtuar Shqipërinë. Po kush do ja shesi Shqipërinë dhe kush do marrë përfitimin nga shitja e Shqipërisë. Sot ishte një lëvizje patriotike, aty kishte çdo lloj pale të majtë, të djathtë, komunist, konservator, ballist, neutral, njerëz të gjitha pikpamjeve politike, të cilët kishin ardhur të sensibilizuar, pikërisht sepse po shohin se si Shqipëria po përfundon jo tashmë thjesht me shpopullim, por me zëvendësim territorial, me zënje kolonish pjesë dhe po hapen kolonit me kolon të ri pak nga pak në të gjithë Shqipërinë. Të gjitha këto resorte që gjëja po ngrihen në Shqipëri janë vetëm kolonit e para. Ky është arsyeja pse ne ishim sot aty, dhe unë mendoj që sot është dita e parë, është betejë e parë e një lëvizje të re patriotike në Shqipëri, që nuk ka të bëjë me politikën, me reformën zgjedhore, me kodin zgjedhor, me këto prallat me mbret. Jo, ka të bëjë me një pyetje shumë thjeshtë. Do rrim të shohim se si do e marrim vendin apo do luftojmë për vendin tonë. Avokat, nga komunikimet që ju mund të keni patur nga banorët të Zvërnecit, meqense kryeministri pretendon që është pronë private, a është artikuluar shpronësim për pronarët atje? Çdo gjë që do thotë Edi Rama është thjesht një alibi për të fshehur koloninë e parë që po ngrihet në Shqipëri. Masi dështuan me shtetin Bektashi për të filluar enklavizimin e Shqipërisë, për të dhënë Shqipërinë copa tani po fillojnë me tela me gjëmba. Pra nga humbën betejën për të na mbushur mendjen ne me projekte paqësorë etj. Tani ka filluar lufta. Ata kanë përgatitur, kanë trajnuar me trajnerë që qartë duken trajnuar nga Izraeli, kanë trajnuar forca paramilitare që do shërbejnë për kolonizimin e Shqipërisë, që do jenë pjesa e dhunshme dhe që rrëmben njerëzit, por që plagosin dhe policit, ata sot plagosin dhe polic. Por Zoti është i madh. Djalli bën plane, Zoti i zgjidh ato. Sot ishte situata më e çuditshme. Në momentin që mua më goditën me disa elemente kimik në sy që të verbuan totalisht dhe më jep një dhëdhje të tmerrshme, merri si një angjëll mbrojtës, një person që ishte i vetmi trajnuar për të marrë me pasojat e torturave dhe të reagimit të forcave izraelite. Ky ishte Baki Goxhaj.
Baki Goxha që e morën forcat izraelite dhe mbajtën 4 ditë. Ai ishte trajnuar praktikisht se si cilë me këtë lloj gazi, si cilësh fotoi pikërisht shikimin na bëri lavazhin e syve të lëkurës të gjithë neve, sepse ishte vetëm i trajnuar për të marrë me kolonët e tyre. I trajnuar me gjithë atë ambient. Dhe kjo ishte një mesazh i jashtëzakonshëm. Izraeli trajnon ata që do na dhunojnë, ne për fat mirë kishim Bakiun e trajnuar si përballet. Unë do të thoya që sot ne kemi pasur një nga ngjarjet me të plagosur që quhet betejë e parë. Po si Klajdi Bello, që kam këtu pranë meje. Mund t'ja tregosh pak. Unë kam kërkuar Klajdi sot që Klajdi të mos e lajka atë pisin e vet se ka me gjak, po edhe me shenjat e helmit kimik. Sepse kjo do të jetë plisi përhershëm. Po këtu kam dhe profesor Sazanin, i cili kaloi një gjendje shoku shumë të rëndë nga mënyra si e sulmuan, sepse Sazani ishte ai njeriu që mobilizoi turmën pikërisht për të hequr telat me gjëmba. Dhe i çau dhe duart gati me ato tela që cilët janë sipas konventave ndërkombëtare të ndaluar. Ne ishim të gjithë në spital, po na kanë trajtuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Dua ta theksoj këtë gjë. Gjetëm në spital një ngrohtësi njerëzore dhe një solidaritet njerëzor që mu duk vetja si Gaza. Mu duk si Gaza. Aty kemi parë mjek heronj. Dhe ashtu pam edhe sot. Pam njerëz të cilët kishin një solidaritet, mjek, infermier, sanitar, policë privat, farmacist, qytetarë që ishin aty. Dhe ajo ndjen që shije mirë, optimizëm dhe inkurajim që na dhënë ata, mënyra se na trajtuan ata, tregon që ne jemi rrugën e drejtë dhe kemi shpresë si popull. Kemi shpresë. Pra, avokat, me sa kuptoj nga artikulimi juaj, po natyrisht edhe diskutimet të tjera të banorëve që kanë patur edhe në protestat të tjera, deri tani kemi zero transparencë sa i takon këtij projekti, apo jo? Pra nuk bëhet fjalë për prona të lishme private, bëhet fjalë për veprime mafioze në kadastrën e Vlorës. Bëhet fjalë që këta nuk kanë drejtor kadastre, sepse e vrasin drejtorin e kadastrës, bënda 3 muaj po të qëndroj më shumë, sepse përplaset mafia për të darë tokat. Në këtë moment, kadastra ka në Tiranë dhe shfaqet resorti i Zvërnecit. Pra mbasi vjen në Tiranë kadastra, Edi Rama vendos që kjo tokë do të quhet private. Në fakt nuk është private. Në fakt që Shqipëria është tokë private. Po askush s'ka të drejtë ta gëzojë, sepse në këtë rast nuk bëhet fjalë që e kanë pronarët. Në këtë rast është Edi Rama, pronari që fshihet pas e prone, dhe është Izraeli që është projekti i kësaj zone. Nuk ka të bëjë me resorte turistike, me Katar, me Ivanka, me Zharet. Është thjesht një projekt izraelit, ku edhe Zharet, edhe Ivanka, po të dali emri, janë pjesë e këtij projekti izraelit. Edhe ata Katarit, siç i di marrëdhëniet, është projekti izraelit. Bëhet fjalë për koloninë e parë në Shqipëri. Dhe banorët e Vlorës janë të parët që po kolonizohet vendi i tyre. Njësoj si 1120. Dhe jemi të njëjtën mentalitet ku kishte një gjë çuditshme. Klajdi Bello kishte sërgjyshin dëshmor sot e 100 vjet përpara, 126 vjet përpara në luftën e Vlorës. Dhe Klajdi sot plagoset dër gjak me të njëjtin plis që kishte pas edhe sërgjyshin i tij. Madje edhe gjyshi im që ka rënë dëshmor luftën e dy botërore, ka qenë 14 vjeç korrier me fshatin e vet në atë luftë. Profesor Sazani mbajti fjalime pikërisht për luftën e Vlorës sot. Kemi armë kohën e luftës së Vlorës, 1120. Avokat, po në dijenin tuaj, a ka patur ndonjë VKM të bërë përsa i takon ndërtimeve në zonat e mbrojtura? Ky është një skandal europian, se nuk ka asnjë mundësi që të ndërtohet në atë zonë. Është e paimagjinueshme. Nuk ekziston asnjë shans ligjor të ketë një akt që mund të justifikojë një ndërtim në një zonë si ajo. Ajo zonë është e pandërtueshme. Ajo zonë ekosistemi të përcaktuar nga Bashkimi Evropian, nga Shqipëria, që është e paprekshme. Do të thënë, është e kohë të diskutojmë për temën e bubit kaçurret dhe pelikanit kaçurret. Atë që bëhet fjalë prekën këto zona. Kjo është jashtë çdo vëmendje. Problemi që zona e dur për të filluar kolonizimin e Shqipërisë. Çu ka filluar kudo? Pra ju insistoni që ky është motivi real dhe nuk bëhet fjalë aty as për Kushner, as për Ivanka Trump dhe për asgjë tjetër si kjo. Është kolonia e parë. Më fani, po më duhet të largohem sepse duhet të nisemi me urgjencë për shkak të kushteve ku ndodhim, se jemi një grup i madh njerëzish.
Mund ta mbyllim? Avokat, jeni mirë kuptuar, ju falenderojmë, faleminderit. Me zi presim aty ke ju, me zi presim aty ke ju. Jeni mirë pritur në çdo kohë, jeni mirë pritur në çdo kohë. Qytetarëve dorë, qytetarëve shqiptarë. Faleminderit, përshëndeteni profesor Gurin edhe Klajdin gjithashtu. Ishit i vetmi televizion sot, ishit i vetmi televizion. Faleminderit avokat. Ju urojmë të shkuara, sepse siç edhe bëri transparencën me kamera pak më parë avokati, janë lënduar, aktivisti Klajdi madje ishte i fashuar në kokë, pra ky ishte komunikimi që zhvilluam në kushte jo të zakonshme në fakt me avokatin Altin Goxha, i cili ju bashkua, ashtu sikurse ju bashkuan shumë aktivistë të tjerë, qytetar nga troje të ndryshme të Shqipërisë, protestës thirrur në Vlorë, në moton mos rrini si dele, po luftoni për të mbrojtur Bregdetin, për të mbrojtur zonat e mbrojtura dhe për të kundërshtuar ndërhyrjet në zonat e mbrojtura. Ju e keni dëgjuar, nuk ka zero transparencë, thot avokati, sa i takon kësaj çështjeje. Ndërkohë, protestuesit, aktivistët duken të vendosur për të avijuar betejën e tyre për këtë çështje dhe shumë çështje të tjera. Ne ju falenderojmë zonja dhe zotrinj për vëmendjen e kushtuar.